Atë Kristaq Viso ka ndruar jetë këtë të hënë pasi ra nga çatia e kishës rreth 2 javë më parë. Lajmin për ndarjen nga jeta të priftit e ka dhënë Mitropolia e Shenjtë e Korçës. Fjeti me Zotin ikonom stavrofor atë Kristaq Viso. Mitropolia e Shenjtë e Korçës i shpreh ngushëllime të përzemërta bashkëshortes, vajzave dhe të gjithë familjarëve dhe të afërmve. I lutemi Perëndis, të cilit i shërbeu, që ta ndjejë dhe ta presh shpirtin e tij me shenjtorët në gjirin e Avramit në mbretërinë e qiejve. Qofte lumur udha në të cilën shkon ti sot, se të është përgatitur vendi prejes lart në qiell. Parajs të mbar o vëllai ynë i lumtur dhe i gjithmonë kujtuar, thuhet në njoftim. Prifti Kristaq Viso u rrëzua aksidentalisht nga çatia e kishës në 19 maj dhe u dërgua me urgjencë drejt Tiranës për mjekim të specializuar. Ai ishte në çati duke punuar për të nxjerrë disa tjegulla dhe llamarina. Nga vjetërsia dhe kalbja e pjesës së tavanit, prifti ra brenda ambienteve të kishës, pasi platforma ishte shëmbur.